Njeriu I lirë nuk është ai që ndryshon botën, por ai që sundon mendimet e veta. Ndryshimi besimeve dhe sjelljes nuk vjen vetëm nga mendimi racional, por nga mendimi I shoqëruar me ndjenjë dhe dëshirë të thellë. Imagjino qartë se çfarë dëshiron të jesh dhe të kesh. Lejoje veten të besosh, qoftë edhe për një moment, se është e mundur. Ndjeje këtë dëshirë, bëhu entuziast për të dhe mbaje gjallë në mendjen tënde. Besimet negative janë krijuar në të njëjtën mënyrë si shqetësimi, mendimi përsëritur I shoqëruar me emocionet e forta. Tani përdor të njëjtin proces, por me një qëllim pozitiv. Ashtu si frika krijohet duke imagjinuar vazhdimisht dështimin, entuziazmi dhe besimi krijohen duke u përqendruar vazhdimisht të rezultatit dëshiruar. Sa më shpesh ta shohësh veten duke ja dalë, aq më real do të duken. Emocionet pozitive do të lindin natyrshëm, gëzim, shpresë, energji, kështu formohen zakone të reja mendore dhe thyhen ato të vjetrat. Aty ku shkon mendja jote, shkon edhe jeta jote. Ju falemnderit dhe mirupafshim.